Të nderuar shikues, përshëndetje dhe mirë se po takohemi në një format tjetër. Është emisioni Bardhë dhe Zi që do të mundohet të trajtoj probleme sociale në aspektin fetar, më konkretisht në fenë islame. E dim që sot njerëzit kanë shumë probleme dhe halle dhe dera parë që shkojmë normalisht është tek mjeku, por nëse as mjeku nuk bën ndonjë zgjidhje, normalisht që ne nga halli do duhet të drejtohemi edhe dikujt. E feja islame na ka mësuar shumë sa përket kësaj çështje dhe si duhet ta menaxhojmë pikërisht veten tonë dhe rrethin ku ne jetojmë. Ky emision do të jetë 10 emisione në fakt, do të kemi 10 tema që i kemi përzgjedhur në redaksin tonë ku do të diskutojmë. E që me emisionin e parë do fillojmë me bereqetin. A ka më bereqet në familjet tona dhe çfarë po ndodh, sepse po e dim që ne po mundohemi vazhdimisht, por prap nuk është se po ja dalim në mënyrën më të mirë të mundshme që të jetojmë, ta kemi një jetë dinjitoze sa i përket pjesës së bereqetit dhe në fakt kur e dim që pothuajse të gjithë anëtarët e familjes punojmë, ne prap kemi disa probleme. Për diskutuar për këtë temë dhe jo vetëm, sepse do të kemi edhe tema të tjera në javët në vazhdim, në studio kam Hoxh Fadel Musliu, njëkohësisht ligjërues dhe imam në xhamin Matini. Hoxh, faleminderit shumë që jesun të me neve. Ndërqofshi, faleminderit për ftesën. Më lejo me të falenderua dhe njëherë për shkak që ke shpreh ka dishmëri dhe kontributin tuaj që pikërisht këto tema që i kemi përzgjedhur na, nuk e hezituar dhe kjo ardhë, ndoshta edhe me na ndihmu, pse jo dhe dikush që na shikon nga ekrani dhe ka disa probleme. Kështu që faleminderit edhe njëherë. Edhe unë emisionin e kam titulluar Bardhë dhe Zi. Për arsye që ndonjëherë njëri në jetë ose sheh krejt bardh ose sheh krejt zi. Realisht, Hoxha, është gjithçka në jetë bardhë dhe zi? Bismillahirrahmanirrahim. Fillimisht ju falenderoj për ftesën, ju përgëzoj për këtë cikël të ligjëratave që janë të nevojshme për një pjesë të madhe të shoqërisë tonë në Kosovë dhe besoj dhe shpresoj së bashku do të mundohemi ta bëjmë atë që është më e mira. Edhe pse për 10 emisione sigurisht nuk arrihet krejt ajo që i duhet këtij populli, në veçanti besimtarëve musliman, mirë po duke u nis nga ajo fjale e urtë që thotë ajo që nuk arrihet e tëra, nuk lihet e tëra. Kështu që ne jemi të nderuar që jemi me teleshikuesit tuaj të trajtojmë së bashku këto tema dhe po fillojmë nga emërtimi i emisionit Bardhë dhe Zi. A është gjithçka në jetë bardhë dhe zi? Sigurisht se në jetë nuk është gjithçka bardhë dhe zi. Ka dhe ngjyra të tjera dhe secili nga këndvështrimi i tij i shef gjërat me atë syrin e tij, qoftë real apo qoftë edhe me syrin kritik. Mirë po një gjë do të kuptuar se gjërat duhet i shohim me sytë e zemrës, e jo vetëm me sytë e ballit, sepse shpesh herë njeriu kur shikon pa kontroll, që do thotë sytë nuk janë të koordinuar prej zemrës, prej aty ku buron çdo e mirë, runa Zot buron edhe e keqja prej zemrës, te ata keqbërësit, dhe nëse nuk i shohim gjërat edhe me sytë e zemrës, vetëm me sytë e ballit, atëherë shpesh herë shumë gjëra shikohen vetëm bardhë dhe zi. Mirë po kur i ndezim dritat e zemrës edhe shikojmë me sytë e zemrës, atëherë ka edhe ngjyra të tjera. Kështu që nuk mund të themi se njerëzit janë vetëm të ndarë në 2 grupe, vetëm ata që shohin bardh apo vetëm ata që shohin zi. Në mesin e tyre ka edhe të tjerë. Kisha me konkretizu apo me përngjasu njerëzit në këtë tryezën e madhe janë sikur ato perimet edhe pemt në salat. Aty nuk ka vesh tranguj apo nuk ka vetëm patate, apo vetëm domate, apo diçka, apo ka shumë llojesh. Edhe ky kolorit, më thonë, kjo përbërje, sikur sallat që ka të 10 pemë dhe perime, i përngjason edhe njerëzve të cilët janë të ndryshëm, edhe secili e ka atë rolin, edhe secili ka funksionin e tij në shoqëri, dhe secili prej tyre mund të jetë i dobishëm, qoftë se ja jep hakun punës për të cilën është përcaktuar dhe mund të jetë i dëmshëm nëse nuk e kryen punën ashtu si duhet edhe si është besuar prej shoqërisë. Faleminderit shumë për këtë shpjegim. Po dalim tek bereqeti, fillimisht më tregon çka është bereqeti. Po, në gjuhën amtare, në gjuhën shqipe përkthehet begati.
El Bereke është në original, kështu e përmend Kurani, kështu e përmend edhe i dërguari i Zotit, ndërsa ne kemi shqipruar kështu në gjuhën shqipe i themi bereqet. Po El Bereke do me thonë diçka që shtohet. El Bereke do me thonë diçka që shijohet. El Bereke apo bereqet do me thonë diçka që ndihet edhe përjetohet. Dhe bereqeti është prezencët si që ka qenë për para, apo është në munges, është se gati ditore që e parashtojnë të gjithë besimtarët. Edhe për i pyetjeve që po na parashtrohet shpesh edhe publikisht edhe privatisht është çka po na mungon këtë popull. Sepse nëse ndalemi shikojmë gjendjen, ne si popull kur këtë liri që kemi tash, prej vitit 1999, prej qershorit, e deri me sot kur se kemi pas. Dhe si popull shqiptar kanë kalu, do me thonë, gjenerat pas gjenerate të okupuar, gjenerat pas gjenerate me vujtje, me halë, me brenga, me mërzin. Një farforme ka qenë edhe të robruar, sidomos në shekullin e fundit, në 100 vjeçarin e fundit, ata që na kanë udhëhequr neve gati thuaj se na kanë trajtuar si me qenë shërbëtor, apo mos them sikur sklavët e tyre. Dhe kanë punuar shumë, sistematikisht natën edhe ditën me gjënjëzu këtë popull, apo një farforme me largu këtë popull nga këto vende, nga këto troje, që shi kanë largu me qindra fshatra atje nga Sanxhaku i Nishit, edhe që njën si muhaxherët që nësët në Kosovë, kanë mendu kështu, do me thonë, me largu këtë popull, dhe nuk kanë zgjedhë mjete, mënyra dhe metoda, vetëm që ta gjënjëzojnë këtë popull. Mirë po Zoti, me gjithë ato që i kemi pas vështërsit, ka pas dhonë bereqet tek të parët tonë, gjyshit, stërgjyshit, babalarët tonë, të prindrit tonë, so që ju jeni mere, por ata që po na shikojnë, po na dëgjojnë që janë mbi të 20, apo të 50, apo 60, e dinë se çfarë krizësh kemi pas, amo një knatësi një përjetim ka qenë krejt ndryshe. Po, që to. Mirë që i bone këto dy dallime, se shumë shpesh, kur të folje me familjarë tonë, ose me shoqit tonë, të po ma përpara u kanë ma mirë, edhe pse si kemi pas, kur gjën dorë tonë nuk ka qenë. Tash, ka një herë dhe mendja, do më thonë, qëkën tek një vend që Runa Zot me u kthy regjimi pak ma herët se na jemi kanë ma të knaqën, edhe këtu keq kuptohemi komplet. Pse hush ma përpara njerëz shqiptarë tonë, edhe pse kanë qenë në regjimin e huaj, e kanë pas këtë kënaqësi dhe këtë bereqet, dhe ku është gabimi jonë si shoqni që sot me tonat mira që i kemi dhe me lirin prap nuk kemi të kënaqur dhe nuk kemi bereqet mjaftueshëm. Po, ajo që i mungon këtij populli, në shumicë, jo të gjithë, se disa ende kanë atë bereqetin familje, po ajo që i mungon këtij populli në shumicë është bereqeti, se bereqeti nuk ka veç me ta shtu Zoti ato që kije. Edhe ajo është bereqet me dhënë Zotit mira, është begati e madhe, është dhunti e madhe. Pra së është veç e mira financiare bereqet. Mirë po, bereqet është me ndije, me shijue, me përjetu ato që e posedon. Para mendoje ka punu baba, ka pas dështë 7-8 fëmijë. 10 antar me një pagë mujore ja kanë dalë edhe e kanë shijua. Pe ilustroj një shembull, një napoletank, apo një smoki, apo një eurokrem të vogël me shumë familje, krejt e kanë hongër nga pak, krejt kënaqur. Një gjellë e kanë qitë aty, në sofër, një pulmes me orez, apo me diçka të ngjashme, krejt kënaqur. Tash 2 vet e kanë të mushën sofrën, edhe nga një gjysmë pule, edhe mbelësira, edhe salata, edhe supa, edhe brume, kur ngrihen diqysh, si të zhgënjym, si të lodhën, si të padisponum. Çka po mungon? Në fakt, në esencë, nuk mungon kur gjën shikim të parë. Po çka ajo ndjenja e shijimit, e përjetimit e kënaqësive mungon. Kjo është mungesë bereqeti. Dhe ky populli ynë, po flas shqiptarët, po edhe të tjerë kosovarët, kur kushtet ekonomike më të mira nuk i kanë pas. Dhe me pa Kosovën, para 99-ës, edhe 2025-ën, po e them sinqerisht, nuk ka kësi zhvillimit hafshëm në ndërtime, në infrastrukturë, në asnjë vend të Evropës. As vendet e Ballkanit, se edhe Bosna ka pas luftë, po nuk është zhvilluar sikur Kosova. Edhe shtetet e tjera të Ballkanit kanë pas kriza, edhe Kroacia ka pas luftë me Serbinë, mirë po nuk e kanë as përse afër me zhvillimin që kemi ne, sidomos infrastruktura në përgjithësi, pastaj edhe ndërtimi i vendit, pastaj edhe shumë gjëra tjera që nuk i gjen në ndonjë vend tjetër janë tek ne. Se për këtë ushqime dhe pije nuk kemi çfarë diskutojmë, se edhe fëmijët e vegjël e dinë që ato janë me ballak. Sa i përket garderoba, veshjeve,
të na veç gara kush po vishet ma bukur edhe me rroba ma të shtrejta dhe krejt të i shiku firmat kush ka vesh. Se për këtë makinave, duke arë rrugës, në 5 kilometra bën 30 minuta deri në 40 minuta, se makina lët, edhe se cila me bukur se tjetra, me mirë se tjetra, edhe firma do me thonë të fortët makinave. Gjitha këto janë, mirë po, është interesant me kontrësh, të fillesh prej ma të pasëve, ankesa shumë. Kthehesht të varfnit edhe atë ankesa. Të pushtetarët, ankesa. Të qytetarët, ankesa. Të intelektualet, ankesa. Të dietarët, ankesa. Të masa e thjesht, ankesa. Dhe me shumicë, është bo si trend, si zhvillim bashkëor me u ankur. Anko gratë, anko burat, anko fmit, ankon të shëndoshët, ankon të smurët, ankon ata. Nuk duhet me ankesa, sepse nëse hapin deri me ankesave, atëre ajo shija atyne që i kemi, bereqeti atyne gjanë që i kemi nuk shijohen. E qëfar do të bëhet? Do të falenderuar, do të qenë mirë njës. Do të me qenë mirë njës, do të me qenë të knaqun. Për para pak kanë pas, po kanë falenderua. Edhe shka kanë qenë bashkë. Se na në fillim, në shtëpi, kër e këthejmë sofrën e mëngjesit, kaftjallna, po dreken, e shohim se nga startin fillim, jemi pike 5. 3-4 antartë familjes, baba han vet, nana han vet, djali han vet, vajza han vet. Edhe këtu do me thonë, është një, që me thonë, fillim, jo i mirë, për me arrit bereqetin, se me ngronë në një tryez të përbashkët, në një sofër të përbashkët. Ata antarë familjes që janë 2, 3 apo 5, asa janë, aty ka bereqet. Si niftar, për shambë. Po, sikur niftar që ulen gjithë zbashko dhe presin me fillu zbashko dhe me thonë bismillah, me emrin Allahut, edhe qka me hangër me dorën e djathtë, me hangër para vetët, që është ai bontoni i ushqimit që kemi në regullë islam. Edhe në fund me falenderu Zotin. E para është falenderimi, mandej është bashkimi mes antarëve të familjes që më ullë sofër bashkë. Po, por tash nëse flasim për bereqetin si me arrit atë, e para krejt këtyre është me qenë besimtari i devotshëm. Çfarë do të thotë i devotshëm? Devotshmëria ka një definim, po do të mundohna të jem sa ma i shkurt edhe ma i arsyeshëm edhe ma letë, do me thonë, me dalë para teleshikuesve tuaj. Të jesh i devotshëm do të thotë me i krye urdhnat e Zotit, ato që ai ka urdhënue, dhe me u largu prej ndalesave të Zotit, ato që ai ka ndalue. Një njeri që çdo punë që e bën, e ka gotën këtu me ujë dhe shikon, a është e lejuar, e lejuar, fillan. E ndaluar e largën, kjo është shenjë të devotshmërisë. E Allahu i madhruar thëtë, si kur ju t'ishit devotshëm, edhe ju t'ju nënshtroheshit, t'ju bindeshit Zotin, Allahu do t'a zbrit ke bereqetin nga qiejt prej lartë, edhe do t'del bereqetin nga toka. Për ata, nëse i shef krijesa tjera, që nuk janë të organizuara si kur ne, zohen mëngjes, për shembull, shpendet, ajo nana që i ka në strofullën e saj, zështë e vegjër, këtë zohën të uritur. Dela e flutëran e gjenë ushqimin, e sjell, han, pin, edhe ngopën, edhe bin, qka të qetë. Që do të të dhe krijesa tjera e kanë siguruar, kanë ushqimin edhe pijen, po e kanë edhe bereqetin. Po dhe krijesa tjera, s'pe i përmenit gjitha. Edhe na sikur njerëz, sikur t'ja kishëm pas, do me thonë, frikën Zotit, sikur t'ishëm të devotshëm, sikur t'ishëm të drejtë, sikur t'ishëm mirë në raport me Zotin, atër Zotit e zbret bereqetin prej qilit edhe bereqetin që del nga toka, sepse disa begati, sikur shive, bora, disa të tjera vinë prej lartë, e disa tjera dalin prej poshtë. Mbjellja. Po mbjellja që këtyne do me thonë që i kemi këto Pemë të perimet tonë. Pemë të perimet e këto që i kemi, do më thonë drithrat e këto, gjitha këto mbillen edhe Zoti e bereqet në to. Po, të qëto mbjellja uqë, na kemi pa që sot shumë pak po e punojnë tokën. Shqiptarë, të më thonë, fjalla popullore, thojnë po e lojnë tokën batallë. Pse uqë, sot, për shembull, një i ri ma shumë preferon me dalë në qytet, edhe me jetu me qera, edhe me i blet gjana që në tokë vetë kish mujt shumë mirë me i mjellë, edhe zgjedh një qytet, një plohën, një katrahure madhe, edhe nuk i do këtë e mirë toka e vetë.
Po kjo është problem se disa prej njerëzve nuk janë të formuar intelektualisht, edhe njeriu që nuk është i ngritur intelektualisht, edhe nuk është i ngritur fetarisht, shpeshherë huq, nuk din me bërë renditjen e prioriteteve. Edhe mu më ka ra me u taku me njerëz, me hallexhin, me njerëz që kanë krizë ekonomike, ndoshta edhe kërkojnë ndihmë materiale, kërkojnë ndihmë për me pagu qiran. Kur e pyet prej ka je, prej filon fshatit. Nusja prej filon fshatit. Paramenot është, të dytë kanë ardhur prej fshatit, kanë ardhur në kryeqytet. Se Prishtina është ngarkuar apo është të ngarkuar. Edhe bën me ardhur në kryeqytet, po duhet me pas një qëllim caktuar, të apo udhëheq aty në ndonjë biznes, apo udhëheq ndonjë institucion. A çka është qëllimi i ardhjes tënde këtu në kryeqytet? Jo veç kemi dalë. Do me thonë, startimi është keq, sepse nuk ka bereqet kur njeri fillon me punë dytësore apo tretësore. Duhet me fillu çka? Nga prioritetet, nga ajo që është më e rëndësishme, duke shkuar dal nga lër tek ato që janë të rëndësishme e pastaj tek ato që janë më pak të rëndësishme. Dhe këto një pjesë e madhe e popullatës e kanë humbur rrugën. Me njëherë pas luftës, i madh i vogël, me gra, me fëmijë, edhe çka kanë pas i kanë lënë për fshatat e tyre, edhe kanë menduar se Prishtina apo Prizren apo filon qyteti ka më zgjidh problemet. Jo, përkundrazi. Ata kanë nipi disa krizave, se normal në vishet rurale, sidomos para viteve 98-99 me jetu ka qenë më vështirë, sepse infrastruktura ka qenë thujse gati zero, mos thëmë zero, po, asgjë s'kan pas, as ujë, as rrymë si duhet, as rrugët e rregulluara në disa vende, as shkollat, as ambulantat, as qerdhët këto. Mirë, po tash këtë është ndryshe. Andaj çka? Duhet me rëndit prioritetet dhe secili me gjetë veten për aty ku është kriju. Dikush është kriju për qytet, dikush është i kriju për fshat, dikush është i kriju me qenë udhëhec, dikush është i kriju për me u bindu udhëhecit, dikush është kriju për me zbulua shkencëtar, dikush është alim, dietar, është hoxha apo diçka tjetër. Secili me gjetë veten aty ku mundet me dhon kontributin, edhe me gjetë veten ku mundet ai për veten e vet dhe familjen e vet me sigurue atë rrezikun apo me sigurue atë ekonomin që thot populli me sigurue i darën, sepse burrat janë përgjegjës për gratë e tyre edhe për fëmijët e tyre. Tash edhe une, edhe ai tjetri duhet me ditë ku mundemi me ja dal. Kështu që ikja dhe braktisja e fshatrave është një gabim i madh. Edhe kanë mbet tokat batal që thuhet gjumë popullore, janë mbet djerrin, do me thonë, krejt janë mush me ferra, edhe kanë mbet si gjora, si të shkreta, edhe nata shka gjithë ky vend kaq i bereqetshëm, se toka është e bereqetshme, toka e Kosovës. Na do të thotë nëse shikojmë poshtë tokën tonë, a ki thëngjell, a ki ari, a ki argjend, a ki zink, a ki hekur, ki plot gjana, edhe një trepç, veç një trepç, ka punue edhe një Jugoslavi në të kaluar në është ndërtu për i saj. Pra, një trepç ka punue edhe një Jugoslavi ka përfitu Beograd, Ljubljana, Zagreb, Podgorica, e plot qytete, apo tash janë këto shtete, do me thonë, nëse janë kryeqytetet e shteteve të tyre, kanë përfituar. Shtoja pastaj edhe elektroekonominë e Kosovës, apo tash e kemi me emrin Kekun. Shtoja edhe vendet tjera ku janë nxjerrë zehet, edhe shtoja edhe tokën pjellore që kemi. Që shka mundësi me ulon një tokë, kushtë 1 hektar apo 2 hektar, ku rendimentet e grurit flasin se 1 hektar në mesatarën Kosovë shkon deri në 6.000 kg, e dikon të njëri 7.000-8.000. E tash paramendo na sot, duke pas tokën tonë, na eksportojmë, blejmë, marrim grur, e marrim miell, e kësi gjanash prej Serbie, prej Maqedonie, prej vendeve të rajonit, kur na jemi një tokë, do me thonë, Kosova, ka një tokë pjellore që mundet çka, më falni, jo me, se thash me eksportu, po e kemi importu, do me thonë, grurin, edhe miellin për këtyne vende. Na jemi shtet që s'kem nevoj me importu, po kem nevoj me eksportu. Me qitë jashtë. Po përkundrazi sot këshëri produktet në përmarketa gjithkund. Trepç që në fakt trepça sot më nëzi po mbjeton, ma dje qeveria po ndan të holla për me mbajt punën e trepçës. Po hoq, kurim më përgjithsi me rrethin shoqnin, krejt që kanë dëgjojmë sot në bisedë është po punoj, o myta të punu, ma shumë se 8 orë, dhe në 12 orë, orari gjatë, po prap 2 cent shumë për bëj bashkë me kursy, asë nuk diskutohet. Dhe më thonë, është shumë problem sot me kursy, po
veç diskutohet se qysh me mri mujen. Në ndërkohë, nuk është që Kosova sot i ka dhe rrugat shumë keq, ose nuk ka dhe vendet të hapura të punës. Pra po dalim të që kjo problemi, qëka është kjo punë krejt? A duhet mu dëshpëru në këtë aspekt? A duhet me bo diqka ma shumë? Absolutisht, e thash edhe në fillim, në çdo kund ku jemi, duhet me dhonë kontributin, duhet me qenë qka në nivel të detyres. Edhe në qito paga, që nuk janë të mira shumë, po edhe nuk janë shumë të dobta që s'mujna me mbjetu. Në qito paga vetëm kërkohet me pas bereqet. E për me pas bereqet, edhe për me mbledh 2-3 eura që është po i dëgjën ti, që po dhe s'po muj me i nda kaq, duhet qka mi adhon hakun punës. E qysh? Ai që shet, me shit halal. Jo ti setrën për shemull të Kines, me janë druk të markën brenda edhe me bo të Zvicrës. Setra dhe me thonë me një shmim që blehet shumë tullt, me ushit shumë fishin e saj, 10 fishin, 20 fishin. Të nëse mund është me shit edhe 10 fishin, 20 fishin, a mo duhet qka me tregu prej ardhjen, për shemull ose robat. Aty janë 50% pambuk, për shemull shkojnë e qëtë 100% pambuk. E pas taj kënë është e ka pagën edhe 1.000 euro. Mirë, po kësë mundet me kursy azo, sepse shitja është bo me qka, me mashtrime, me dolovere. Edhe qka, këtu nuk ka bereqet. Pra ta pejgamberi a.s. ka thonë shitësi edhe blerësi janë në përzgjedhje të ati produktit, janë në përzgjedhje, më të eshet, unë e blej, në përzgjedhëm, derisa nuk e tradhtojmë, nuk e mashtojmë janë i tjetër në shitblerje. Nëse këta thët janë të sinqert shitblerën e tyre, atëherë Allahu jep bereqet të këta dë. Të kush, të shitësi edhe të blerësi. Kështu që tek ne, ta shetë mallën e Kines edhe betohet, jo, është i Italis, betohet, jo i Gjermanisht, a peshe këtu që përshkun Germani, a peshe që përshkun Zvicrland, po të bohen letë, ato reklamat me 2-3 euro, me 5 euro, me shumit, i andrën krejt, të të na ka, du me thonë, kompanën në Prishtin, që ka lokale shesin roba original me këto firmat e shtrejta, edhe kur i pyet të qyshbe, ku ka mundësi me bleti një këmi shemull 20-30 euro me mark, kështu me renome. Po, të i bojemi, derisa të nazon, kur të nazon, edhe kanë gjetë edhe rrugë qysh me dështu, thët e falimente i firme, qa ka me mbo, thët? Fitoj sot, fitoj rëzikoj, thët qka, thët? E bon plan, du me thonë, fundin, tragjik një farforme, po, qka e pret? Amo nuk e bon plan, nuk e bon plan qysh me fitue edhe me mbet, qysh kanë mbet plët firme për shambull. Unë s'po du të është mi bo marketing pjeve të gazume, po të kje pje të gazume që 150 vite e ka licencen, ose dhe ma shumë, kje edhe ushqime, këtë trendi që është i këtyne, rjeti i këtyne, dhe me thonë, ushqimeve të shpejta, që janë krejt botën, ata kanë vdek, mirë po pas vdekjes tyne qarkullojnë kompanit e tyre, edhe ata trashëgimtarët, dhe me thonë e kanë vazhdu, ose dikush tjetër i dheqë. Ata bereqetin e kanë mirë, po i vjen. Po ata kanë qenë korrekt, edhe Zotin këtë botë, është i drejt me të gjithë. Pa marë parasysh feja. A je besimtar, as je besimtar, e donë Zotin, as e donë Zotin, a i kryen rrugë punët e Zotit, urdhat e Zotit, as i kryen, a e ndjek rrugën e Zotit, a e ndjek rrugën e djallit, ti punon, je i sinqert, ja jep hakun punës, Zotit ja bereqet. A mund botën tjetër pastaj, xhenetin nuk ka për të gjithë. Dikush që se ka besu xhenetin, s'marët me thonë, po ne kom punu për atë botë, ke punue, edhe Zotit a ka dhonë këtë botë, sepse dikujt që lutet Zotit, që lutet për mja dhonë Zotit këtë botë, edhe Zotit përmen në Kur'an që ka prej njeze, që thojnë, Rabbena atina fit dunja hasana. O Zot, na jep të mirat e tua në jetën e dunjas. Dhe në botën tjetër, për ta nuk ka kurqë, pëse se ata s'po luten për botën tjetër. Qysh më lutja dhe për botën e tjetër? E po botën tjetër, prej duave, prej lutjeve, që mësë shumëti ka praktiku pejgamberi i Zotit Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, është Rabbana atina fid dunya hasana, wa fil akhirati hasana, wa qina adhaban nar. Pra, shokët e pejgamberit alayhi salatu wasalam tregojnë, thonë, mësë shumëti këtë dakët lutje ka bo, që në popullin tonë thuj se këta qenë besimtar, edhe që e praktikojnë fejnë, këtë e din këtë da, po ju du këtë e le. Për këthimit do të thotë, o Zot ynë, na jep të mirat e tua të jetës së kësaj bote, dhe të mirat
e botës së amshuar, botës së ahiretit, dhe na ruaj nga zjarri i xhenemit. E të mirat e kësaj bote, këtu hin rreziku furnizimi, domethënë ushqimi, këtu hin martesa me pas një grua të devotshme, me pas një burr të devotshëm, këtu hin trashëgimtarët, këtu hin dia me të ashtu Zoti diturinë. Por këtë mira çfarë i duhet njeriu? Për mos me bën një listë të kërkesa, o Zot më jep këtë, më jep këtë, se gjatë shkon. Edhe njeriu është pak ndembel, domethënë priton kështu gjatë, atëherë shkon me këtë versionin më të shkurt që ka praktikuar pejgamberi i Zotit, me kërku të mirat e Zotit këtë botë edhe në botën tjetër. Po disa që janë besimtar, ata ndoshta Zotin veç kështu e besojnë si Zot, ama as nuk e dinë ç'është Zoti i tyre, as ku është Zoti i tyre, as çfarë kërkon Zoti i tyre, po ata për këtë dynja janë të përkushtuar. Zoti ja u plotson. Po Zoti ja jep. Tash ti apo shef njerëzit nëpër botë, ka njerëz që bëjnë krime, vrasin, mirë po ata kanë punuar për me prodhu armë bërthamore, edhe tash ku ne tash po flasim, veç mo ka eskaluar situata në mes Izraelit edhe Iranit, edhe të dy palë po e qëllojnë njëri tjetrin atje ku po dojnë. E ç'ka mundësi? Kur të dy palët i bojnë mëkat, i bojnë gjëna Zotit, se nuk ka krim më të rëndë. Nuk ka krim më të rëndë. E kemi një temë që kemi me trajtuar vrasjen, e s'po du tash ti me hin të, po nuk ka krim më të rëndë sa me myt njerëzit. E pafajshëm. Se politikanë për qefet edhe për egot e tyre, po i bojnë këta, mirë po, apo i bojnë armë nukleare, po i bojnë, që shpejlen Zoti. Zoti pejlen të lirë, ata po dojnë që ata e kanë përzedh. Po pastaj kur dalin para Zotit, do ta shijojnë kanë dënimin edhe vujtjen për krimet që i kanë. Kush do të qoftaj? Kështu që Zotin këtë botë është i drejt me të gjithë. Si me shqiptarët, si me anglezët, si me amerikanët, si me këta trajonët që i kemë Ballkan, s'po du mi përmenë krejt, është i drejt. Edhe e ke parë, dili i ngro, si muslimanët, si të krishterët, si hebrenjët, si ateistët, si agnostikët. Dili, do me thonë, gjithkund shkon. Hana, gjithkund shkon. Shiu, bora, krejt. Mirë po në botën tjetër, Zoti është i drejt me neve muslimanët. Jo. Botën tjetër, Zoti është i mëshirshëm. Bile jo i mëshirshëm, i gjithë mëshirshëm. Dhe ti, po e zomë, një të mire ke bo, dikujt ja ke ofru një gotë ujë, tash nuk e ki shpërblimi me një gotë ujë, po e ki 10 fishin, ose 70 fishin, ose 700 fishin e kësaj. Nëse ti ke qenë sinqert, edhe ke ndihmuar një nevojtar, qoftë edhe me 1 euro, minimumi i shpërblimit është 700 fish. A është kjo drejtësi? Jo, kjo është mëshirë. Po ajo besimtari, a e ka bo një të mirë, e ka bo një të keqe. Besimtari ka mundësi edhe bon gabime gjonahe, mirë po është pendue, edhe qka, është pendu sinqerisht, edhe të këqijat i ka pasu me të mira, tek Zoti del pa mkate, pa gjonahe. Kjo nuk është që aje meriton, po kjo është mëshira e pakufishme e Zotit që ka me robrit e tij, me besimtarët. Pra çdo vepër e jonë e mira në tokë është shumë fishi i veprës mirë që llogaritet në botën tjetër. Po në këtë botë shpërblimi është prej llojit të veprës. Po e zam, te gëzon një nevojtar, një fukaro, e gëzon me pak. Shpërblimi në këtë botë është ty Zoti ka me të gëzuar. Te ndihmon një motër nevojtare, apo një vëlla nevojtar. Zoti është në ndihmën tënde. Kur ti ki nevojë. Po. Zoti është në ndihmën tënde edhe kur je në krizën më të madhe, kemi pa ndihmën e Zotit. Lehtësime. Po ti dikujt ja prish disponimin. Ti e mërzit dikon e hidhron. Ty Zoti ka me ta kthy këta. Ti mos mendoj që kemi jetuar lumtur. Se rregulli është shpërblimi është prej llojit, prej sojt të veprës, po edhe ndëshkimi edhe dënimi është prej llojit të veprës. Këto do të me pas parasysh. Që thot populli jon, çka të mbjellësh, do ta korrësh. Nuk ka mundësi ti me mbjell grunë edhe me korr misër apo elb apo diçka të ngjashme. Hoq, i ndërum, po do me fol pak edhe të kjo pjesa e ndihmës që ndojmë nga pasuria jonë, sa do që kemi për me ndihmu tjetrit. Shpesh thojmë, po nuk po kena as për veti, lemo për dikën tjetër. A na paksohet bereqetit, mira tona, financiare, nëse nga pjesa jonë ndojmë për dikën që është ma në krizë se sa na që jemi. Ky është konceptet i gabuar me mendue se duke dhënë të paksohet. Këto vetëm njerëzit shkurt pams, vetëm njerëzit që nuk e njohin këtë matematikën islame, vetëm këta e shohin kështu. Ndërsa ne, si besimtar musliman, këto nuk e kemi vetëm si konsum për media me thonë kështu, po jemi të bindën. Jemi të bindën, edhe atë bindje e kemi, du me thonë, në maksimum, nuk e kemi përqindje të vogël, që ajo që japim,
Ajo që japim është ajo çka më e bereqetshme, ajo është më e mira. Sepse njeriu çka hanë çapin, ajo shkon tretet. E çka mbetet? Mbetet ajo çka e jep. Por ata një ditë prej ditësh i dërguari i Zotit e kishte therr një deri, ja kishte sjell një shok i tij dhurat, edhe e kishte therr, i kishte thonë bashkëshortës së tij, gruas së tij, shpërndaj edhe për të afërmit edhe për fëmijët. Edhe ajo dardhonse gruaja e tij, kështu do të thënë edhe gratë tona, edhe gratë besimtare, e shkuaj kishte shpërndar, si më thon, 3 pjesë. E kishte lënë veç një pjesë për vete edhe për Muhamedit alayhis salatu. Dhe kur erdhi në shtëpi Muhamedi, e kishte, domethënë, përgatitur, e kishte forguar, kishte përgatitur aty me lang xhelës e krejt, edhe kishte thonë pejgamberit, o i dërguari i Allahut, e kom shpërndar krejt, e për neve e kom lënë veç këta. I dërguari i Allahut tha, ato që ke shpërndar, ajo është për neve. A kjo që e ham, tha, kjo tretet, edhe më ka gjurëm për isaj. Nuk ka në fërsh problemit madh. Po do më thonë, ato që ke shpërndar, ajo mbetet, ajo është, që me thonë, investim kapital, e ke deponu në depot e Zotit. Kështu që duhet me kuptue ndrysh. Nuk ka bereqet me qenë kopratës. Bereqeti është tek ata që janë dërdhënës, tek ata që janë humanitar, që ju themi njerëz altruist, apo filantropist, që e dojnë për të tjerët, ato që e dojnë për vete. Për ata dhe i dërguari Allahu thëtë, nuk ka besuar për jush, është fjala me besim të plot, asnjeri, deri sa të mos e doj për vllahun e tij ato që e dën për vetvete. Ato që e dën për vetvete, duaj edhe për të tjerët. Dhe ne nëse japim, ky është koncepti që duhet kuptuar çdo njeri prej besimtarëve, shtohet bereqeti, se vetë fjala e zekat që kem obligim e dhon zekatin, vetë fjala e zekat, nëse e përkthejmë arabisht, i bjen e tahare, zekati, i bjen pastrim, i kujt? I pasunis. Po e zeka i bjen e numu, rritje, shtohet. E zeka i bjen el bereke, i bjen bereqet, që do të thëti tu ke dhonë zekatin, që ki obligim një herë gjatë vitit, për ata që kanë mundësi materiale, ty të pastrohet, ty të shtohet, edhe tje bereqet Zotin pasunin tane. Për ata, shumë të pasën venin tonë që nuk e japin zekatin, nuk po e shijojnë pasurinë, vetë po kanë probleme, trajtohen të psikologë, psikiatrë, në psikiatrë, të hoxhallar të njore, kështë më radhë. Kur e shef, krejti ka të natë mirat, po të të spendjis për shijoj po thëtë, të isha këthy një 30 vite mrapa, 40 vite, 50 vite, kur kom qenë një fshat malur, kom jetu, jam knashet me bakti. Jam kanë rahat. Po, jam kanë rahat. Probleme me gra, probleme me fmi, probleme me ata punëdhënësat që avon punën, e punëmarrësat, e me punëtore, ku ta dione. Kreto është në rregull, po diçka veç pak ju mungon, ku është bereqeti, se ata se japin zekatin. Se unë po e them këtë me dion tuajin, që në Kosovë, sikur shumica, s'po them krejt, të pasurit e kishin dhënë zekatin, e që disa mundet me mri me miliona, këto, po e them, me bindjet plot që dvarfën më në Kosovë nuk ishin metë. A mo jo ti me dhonë zekatin që të bjen ty me dhonë nështë 250 euro në vetë, ose mu më bjen nështë 300-400-500 euro në vetë. Po flasë këta që kanë me miliona, nëse këta e dhonë zekatin, na nuk kemi mëre populli varfën, na shumë pak kemi të varfën. Po pse shteti ende nuk është forcua dhe Ministria e Punës, Mirëqenie Sociale nuk po funksionon si duhet, edhe pse humanizmi nuk është në nivel sa duhet edhe si duhet, kem ende. Për ndryshe, një organizim, veç i besimtarë musliman, pa ministri hiq, veç këta ta japin zekatin, se cili, duke fillu prej atyre ma të pasërë, e pasaj me artë të kjo shkalla shtresa e mesme, se këta të varfën ta nuk e kanë obligim, atëre jemi bindën, që nëse këta e praktikojmë për 5 vitet, ose 10 vitet e ashme, sinqerisht për e them, nuk do të gjesh të varfën mo, se nuk ka që ashtë shumë të varfën. Mirë, po kërë e këqyrë ministria i trajtan me 100 rastet sociale, të pasën, të matë pasët shumë pak japin, thët filani ka dhonë 100.000, 200.000, pas është mëra, ja kur gjë 100.000, aja ka zekatin 2-3 milion me dhonë. Zekatin nuk ka vullnetare, zekatin është obligativ. Shtoja kësaj, nëse të pasurit, edhe ne këtë hymë, e thonë e ti, japim edhe sadaka që i themi lëmosh. Lëmosh është vullnetare. Më nëshme dhonë edhe njëra, nëshme dhonë 10-100 sa dush. Bile Zotin, ma shumë e gëzën njeriu, kër e jep
sadakan se sa zekati. Kështu ka thonë disa prej të parë, prej djetarë islamse, sepse ato e ki obligim, që shtet populli s'ki qare për edhon. Ma ki bërq. Dashtës ki me edhon. Nërmen rëthona normale, se këtu të në edhe s'pe japin. Mirë po, prap se prap, qka? Ajo ju shkon dika tjetër. Ju shkon dika, pa tjetër, a i zekatit do të me nëzirë, ose në halal, ose kom i shku në haram. Tash, a e falimenton një biznes, a i digjet kompania, e vjedhin punëtorët, e dini sa punëtorët vjedhin sot në për kompanitë private. Punëtorët? Po, shumë. E qysh ndodhë kjo? Kjo ndodhë sepse ai pronari, punëdhënë, si mas pari, se bën rogën qka për me mbjetu punëtori, e para kjo, e dyta, do me thonë e para i ka hinë hak punëtorit, e dyta ju ka hinë hak fukarave, sepse zekati është e drejta e të varfërit në 1/40 e pasurisë të pasurit. Do të thonë pasuria 40 pjesë, një pjesë u ta kanë të varfërve, ndërsa 39 i ta kanë atina pronarit, që i bjen me përqindje 2.5% e pasurisë të pasurve nuk është e tyre, ajo është të varfërve, e kategorive që Allahu i ka caktue. Tash, kur njeriu nuk i përgjigjet si duhet nevojtarve, kur nuk e pagën punëtorit, pastaj punëtorit çka ndodh? Ja marrin në mënyrë tjetër, e ke po 600 euro rrugën punëtori, edhe që di, për shembull është shofer autobusi, shofer kamionit, e shef dimnit s'kem, e shef verës në deti, e shef atje. Çdo vikend. Po, e shef tu knashtë për restoran, po ku vëlla me 600 euro? Mirë po, që të gejke njëun i tha, ju thash punëtorëve, jo luksë si korona, keni kujdes, që pun vëllni, po e di që pun vëllni, po mos t'ju zose pastaj ju kushton shumë. Beletëri. Jo po, se është e pamund me një rrugë mesatare të këtë lukset me ndjek. Që po du me thonë me këto që na si human, si besimtar human, kena me pas bereqet në ku, në pasurin tonë, qysh, duke dhanë atë. Andaj nuk do të me thonë, s'po mu i grumbullet 2-3 euro, apo 200-300 euro, po qka do që të ka dhonë Zoti, një pjesë në daje për ata që kanë nevoj. Se e ke pa dvjetrit, nuk di shumë do, po e thëjnë një do pe i doave. O Zoti, ty të shliroft kur je mas në zori. Dikush tjetër thët, o Zoti, ty të adhash ka se pret. Dikush tjetër thët, o hangsh me luk dukatit tarit. Dikush tjetër, o Zoti, qabe ta boft. E din në ora se e pa mundur është që Zoti mos me përgjigj do asë nevojtarit. Kur njeriu të lutet me zemër, kur është i sinqert lutjen e tina, e dvarfmit janë shumë të sinqert, sepse s'ja ka qelë derën kërkush për shtetit, as si ka vizitu kërkush, as ta afërmit që kanë përgjigje je shku ti, ose aj tjetër, ose aj tjetëri, atëra e lutje është shumë e sinqert, edhe tek Zoti e arrin shumë shpejt. Kështu që koncepti jonë është, nëse dojmë pas bereqet në pasunin tonë, qka? Me shpenzue. Nëse dojmë pas bereqet në dijen tonë, diturin tonë, do të më javdhon të tjerve. Jo, në jam mjek, profesor universitar, edhe si javdhon dhe me thonë përvojat e mija, 50 vjeçare që punej në QKU, kë nuk javdhon studentave. A ndodhë kjo, ndodhë që shjo. Gjitha profilet ka. O, sa ma shumë që shpërndon dijen, ajo qka të shtohet jep Zoti bereqet. Sa ma shumë që e fsheh dijen, Zoti s'tjep bereqet. Për ata, edhe pasunin, sa ma shumë që e shpërndon, Zoti t'jep bereqet. Sa ma shumë që i koprat, Zoti ta humbë bereqet. E kështu, disa do me thonë, këtu jenë disa prej koncepte që du të mi pas parasysh besimtari muslima. Të mi nga tregove se në cilat pika duhet me qenë kujdesshëm në mënyrë që edhe ne, edhe familjat kemi bereqet në për shtëpi tona. Po hoq, është diçka se kemi bërë 20 minuta, po du me diskutu pak edhe një pjesë që ma herët, na e dim nështë ta ma i madhi shpis, ja ka dorëzu rrugën babës. Jo, sot nuk është se se cili punojna, po nështë ta duhet prap shpia me pas një farë kuletet për bashkët, që se cili me ebë ka paka, qësh është, a ka nëj farë roli kjo pjesa e pagës që jem 4-5 veta në shpe, për shambull po punojmë, po 4-5 rroga me mendu dikush do të është pare kogja e madhe, jo shumë e madhe, mu bu milionar, po është për me jetu një jetë modeste. Dhe Gjanora, për me pas bereqet, edhe me shiu edhe me oknash me atë që nga ka dhonë Zoti,
se bereqet e thash edhe në fillim të misionit, nuk është me pas shumë. Nuk është veç parja. Po ato që e kije, qka do të qoftë, ajo ushqem, apo pija, apo veshmbathje, apo shtëpia, apo kerr, apo literatura, apo qka do që e kije, që ato ti me shijua. E kur e shijon ato, e ndjen qoftë, edhe kur e hanë një pjesë bukës me lëng, që është shumë thjesht, edhe të knash dije që ka bereqet. Po lloj-lloj mishnash, edhe s'po ndjen kur gjumë, edhe s'po doket interesant s'ka bereqet. Kështu për me pas bereqet, që ka mës pari që ta 3-4 antar, apo 5 antar që theti 4-5 rruga në shtëpi, këta për me pas bereqet në pasunitin, punën do të me bo në halal. Kur të nish me bismillah, me nis edhe me këqyr çka po bën. Se nuk është një sikuraj që shpërndon pica, sikuraj që shpërndon alkohol. Se në punën e të parit ka bereqet, e në punën e të dytit s'ka bereqet. Nuk është një sikur ai i cili i pastron rrugët, e sigur ai i cili rrin zyet 8 orë kamën mi kamë dhe nuk lem për talë peshfletu e më shbyll derën, pëse e ka drejtorin të afërm, e në fund të tonë e kam dhe, me haram e ke fitu. Nuk është njëjtë sikur ai i cili është në shërbim të qytetarëve, e sigur ai i cili është në dëmtim qytetarëve, edhe qka e shpërndon alkoholin apo e shpërndon drogën. Se na kemë të ashtë të jevesh narkoman, se narkoman ka këgja shumë, edhe nuk do të me i bullizua, nuk do të me i nënshmu, po do të me i afru, do të me i folë. Amo problemi është të dilerët. E thëtë edhe unë pe bëj punën, edhe unë për rëzikoj. Po ti pe bën për me qka, për me dëmtue, për me shkatru popullë. Pra, për me pas bereqet në të pagat, me nis punën me bismillah edhe në halal. Edhe me adhon hakun punës. Jo ti 8 orë e merë pagën, a efektive i ki 4 orë. Po. 4 orë do të thëtë 4 orë, këto bohën shkak, këto 4 orë, që s'ke punu, bohën shkak me ti humbe dhe ato 4 orë, edhe humbe bereqeti. Edhe mësim dhënësit që janë shkollë me pas kujdes, sa i paguhet për 40 orë, për sa orë i ka njavë, 20 ora. Ku e dinë sa i ka njavë? Ose ma konkretisht për 40 minuta, ose 35 minuta. Jo ai 10-15 minuta me i tregu jetën private. Unë kur kom qenë me ri, i kom vizitu në Aleksandria, tu piramidat, kom qenë të Ulajfelet, ato me jumin Belgjike, kom qenë kështu, kalzën gjonat private, edhe kër e këqyr orën, veç e vje dhe orën. Tani s'po ka bereqet, po normal që s'ka bereqet paga mësuesit apo mësimdhënësit. Tek disa, se disa kanë bereqet. Kështu që, nëse kështu punohet halal, e pastaj e kanë një babë dhe një nanë të kujdesshëm, çka ka të keqe, djemtë dhe vajzat me dërzu të baba. Ajo me qenë sikur, me thonë ajo që me thonë, ajo banka, ajo gjërologaria, i len aty, edhe baba pastaj shpërndan në mënyrë proporcionale, si pas nevojë e kërkesa. Nuk funksionon kjo nuk është patjetër kështu. Nuk funksionon, atër se cili të pakten, se cili burr me gruan e vet ta keni buxhet përbashkët. Jo burri buxhet veti, gruaja buxhet veti, djali buxhet veti, vajza buxhet veti, ai tjetër veti, edhe nuk din kush ka po shkon. Kështu që është e udhës fetarisht me ditë ka po fitojmë, ka po e marrim, qysh po e marrim, do më thonë është fjalla në të lejuarën halal, e pastaj me menaxhue edhe me shpenzuar halal, e pastaj Zoti jep bereqetin. Se do ashta me përmbyll, po kur the punën halal dhe shpërndarja alkoholit, hoxhëna e dim që shumë të ri me diploma punojnë në për lokale ku edhe shitet alkoholi. Tash, qysh mi abo kësaj punë? Kjo punë është lehtë. Nashta jas nuk ka qef, po çka me bo? Kjo është shkurt çështje e lehtë. Ti nëse do me punu halal, ta shel Zoti rrugën për halal. Nëse do me punu me haram, e ki rrugën edhe për haram qelën. Shpërndami alkoholit, apo servisimi alkoholit, pimi alkoholit, këtë këto janë 10 kategori është ndaluar. Na sa do që mundu me qenë të moderume, fleksibile, sene, prapa e haram betet. Kishme o dikush pa, letëse e pak, nuk e kemë në ndorë këtu me shtërngua po me letësue. Edhe nuk kanë nevoj me uprek ata që s'janë besimtarë, së është interesant. Çdo hoqë ku del dikun, media, apo edhe ku flet dikun, disa që krejt janë jashtë lojes, jashtë fushës, aty në tribina atje përzien, po të vëlla si e në këtë grupin e besimtarë, që ka po të pengon ty këta. Kështu që besimtari musliman e ka të ndaluar me shit alkoholin. Po në punë në restoran, po punë në atë sektorin për shembull ku shërben veç ushqime, ose pastron, ose në kuzhinë, nuk ka ndonjë problem ajo. Amo me marrë me dorë gotën, apo shishen edhe me aqu dikujt alkoolit edhe me i thonë të boft mirë, kjo është ndaluar. Kush me bo këto, po le të bojnë që ata që si janë rrugën e Zotit, ata që janë rrugën e djallit, ata nuk e kanë problem kur që këtë punë.
Edhe çdo punëdhënës, mos thëm krejt, por shumica i kuptojnë këto sene. Derisa edhe në përbot ju lehtësohen këto gjana. Ju lehtësohet edhe falja e namazit, atëherë në Kosovë na nuk dohet me lujt rolin e minoritetit sikur me qenë na këto 1% apo 2%. Po. Na krejt punëdhënës që to kompanitë e mëdha krejt i ki besimtar musliman. Edhe xhumat e shumë, gjatë xhumave që mbushën xhamia. Nëse don ti me pas bereqet, në fillim mi thua ti punëdhënësit. Ndër prioritetet e mia është falja e namazit, edhe në orë të punës, po ata 5 minuta kur e falë namazin, unë i vazhdoj. Ose vi ma herët ose ma vonë. Falja e xhumas, 1 orë më do ditën e premte. Edhe ator ose e kompenzoj ditën e shtune, ose e kompenzoj ditën e premte ma vonë, mas namazit xhumas, ose ma hek pej pagës. Po ti ai që i dikton kushtet. Para se me hym punë. Para se me hym punë. Edhe ai kur çef ty kështu të çiltër, kur çef ty të sinqert çto, falë më rreth ata tjerë po rrin telefona të gjithë ditën, s'po është problem, çka është problem për 1 orë. Edhe të alkoolit, nëse i thon, krejt këtu i kryen në restorant ose në këtë marketin apo këto qendrat e mëdha tregtare, po vetëm këtë shërbim se bëj thot, në rregull më ka sa dush të tjerë. Ka plot tjerë. Mirë po, kur nuk është besimtar, atë nuk është temë debati kjo. Edhe kur është besimtar, para kësaj na shërbimi të alkoolit është kush? Është besimi i pastër në Zotin një, duke mos i bësh gati, pastaj kush? Falja e namazit, janë disa shtylla tjera, pastaj vim edhe te kjo temë të cilën e trajtuam pjesërisht. Hoxhi nderuar, falenderoj shumë, meqense edhe për bereqeti ka edhe shumë gjëra tjera për me diskutu, po kaq është koha dhe do të shihemi përsëri javën tjetër. Po faleminderit edhe juve. Të nderuar shikues, ne kaq patëm nga emisioni jon i parë Bardhëzi, do të shihemi javën tjetër me tema tjera. Deri në takimin tonë të radhës, qëndroni me programet e DTV Media. Mirëmbëjtje.